Të nderuar shikuese, Veriu Sport ka udhëtuar në Kosovë dhe aktualisht është në pallatin e sportit Bill Clinton në Ferizaj, ku po zhvillohet një turne ndërkombëtar në sportin e handbollit për veteranët në mes 4 ekipeve. 3 nga Kosova dhe mysafiri është edhe Vllaznia e Shkodrës. Jam me Ismet Jupin, kryetranerin e handbollit të Ferizajt dhe mund themi themeluesin e këtij sporti në Kosovë prej shumë vitesh. Ismet Jupa, faleminderit për edhe kënaqësi që jepni këtë intervistë për Veriu Sport. Pikërisht për këtë aktivitet, mbresat tuaja. Faleminderit edhe për juve. Ky aktivitet është mbajtur edhe përpara, por që 3 vitet e fundit këtë aktivitet jemi të zhvillu për nder të kontributit madh edhe kryetarit të klubit Kastrioti, Ahmet Hyseni Petrova. Kjo është viti i tretë që po e zhvillojmë këtë turner. Organizimin e ban familja e Ahmetit. Ahmeti ka qenë një donator edhe ka qenë kryetar i klubit me vitet tona edhe te meshkujt edhe te ekipi i femrave. Edhe ka dhënë shumë për handbollin e Ferizajit. Po ndërkohë ka qenë edhe mik i Shkodrës, ekipi i Vllaznisë ruan respekt dhe konsiderat me një njohje të veçantë për këtë figurë që ka pasur bashkëpunim dhe kontribute edhe për handbollin e Vllaznisë. Është e vërtetë që Ahmeti ka qenë një mik i madh i Shkodrës, po edhe në përgjithësi i Shqipërisë, se Ahmeti ka qenë një prej afarizëve më të suksesshëm në treven tonë, por edhe ndoshta në Kosovë ka qenë një prej afarizëve. Ai edhe gjatë kohës para luftës të fundit, afarizmin e vet e ka zhvilluar në qytetet e Shkodrës, sidomos në Elbasan, Shkodër, në Tiranë e gjithë. Prezent ka shumë tifoz nga Ferizaj dhe më gjërë, por edhe familja e vet donatorit Ahmet Hyseni Petrova, e cila ka emocione kur nderohet edhe një pjesëtar i familjes së tyre. Unë ndoshta jo si familje, po parafërsisht edhe si familja kam emocione të veçanta, se me Ahmetin kam qenë shok klase, kemi qenë shok që 60 vite kemi qenë shok së bashku, kemi qenë pandashëm, kemi qenë. Po kemi qenë drejtime të ndryshme, ai ka qenë i përkushtuar ka ekonomia, unë në pjesën tjetër ka sporti, ka fakulteti kulturës fizike, dhe kështu që deri në momentin e vdekjes kemi qenë së bashku gjithmonë, pa ndoshëm kemi qenë kontuar. Prania e Vllaznisë së Shkodrës në këtë aktivitet është një tregues i bashkëpunimit të mirëfillt mes Kosovës dhe Shqipërisë, Ferizajt dhe Shkodrës. Prania e Shkodrës neve na nderon me vitet të tëra, jo vetëm në to 3 turnerët e fundit, po edhe përpara Shkodra ka qenë prezente, po edhe na kemi qenë prezent Shkodra. Mendoj se ky bashkëpunimi jonë vllazëror që është, do të vazhdojë edhe më tutje. Shpresojmë se të vazhdojmë me bashkëpunime dhe me thëllimin e vërtetërive sportive Shkodrë. Patjetër. Në kontinuitet. Faleminderit për juve.